Mirë të ndëruar teleshikues, të rikthehemi sërish në studio në këtë transmetim të drejt për drejt këtu në ekranin e televizionit Fox News. Vijojmë të merremi po së bashku në këndin e të ftuarit të ditës. Për 10 minutave në vijim do të ndalemi patjetër tek aktualiteti politik në vendin ton, një aktualitet tepër i nxehtë, i cili vjen si pasojë e zgjedhjeve parlamentare të 11 majit. Mesazhe të forta në një farë mënyrë dhe mesazhe të paqarta nga faktorin ndërkombëtar ka patur nga ata lider europian të cilët kanë shprehur besimin, mirënjohjen e thellë të punës kryeministrit Edi Rama, të paktën në kaq vite bashkëpunim, ndërkaq ka patur edhe nga ata të cilët e kanë kritikuar ose nga ata të cilët kanë mbështetur edhe Partinë Demokratike dhe akuzat e kësaj force politike gjatë gjithë këtyre ditëve, por vijon të mbetet e paqartë fati i Partisë Demokratike dhe ajo se çfarë do të realizojë gjatë legjislacionit të ri i cili do të nisë në muajin shtator. Për të diskutuar se lakon të gjitha këtyre zhvillimeve në vendin tonë, më është bashkuar në studio miku i hapësirave tona informative, Sevin Seriani, avokat. Sevin, të përshëndes, faleminderit që je sot në Fox News. Sevin, jo më kohë të thash që mbetet e paqartë ajo se çfarë do të bëjë Partia Demokratike në vijim, të paqarta mbeten edhe deklaratat e kryetarit të këtij subjekti politik, të cilat nuk i ngjasojnë njëra tjetrës. Ka patur një kërkesë shumë të madhe për rinumërimin e votave, sidomos në qarkun e Durrësit, aty ku kanë qenë më shumë të pozicionuar akuzat apo qoftë edhe problematikat në të gjithë procesin zgjedhor dhe më pas edhe qarku i Tiranës, ku ka patur nga ata kandidatë të cilët kanë kërkuar rinumërimin e votave. Ndërkaq, personat e emëruar të Partisë Demokratike në Komisionin e Ankimimit dhe Ankesave kanë rrëzuar këtë kërkesë të këtyre kandidatëve, duke i lënë në vazhdën e kontestimeve dhe kërkesës për rinumërimin e votave. Nga ana tjetër, zoti Berisha thot se ne në shtator do të vijojmë të denoncojmë atë se çfarë ka ndodhur në 11 maj. Tani, në të gjithë këndvështrimin tënd, jo më kohë të bëra këtë hyrje kaq të gjatë, sepse edhe vetë publiku duhet ta kuptojë se me çfarë kemi të bëjmë. Këndvështrimi jot. Tani, e para një herë është duhet perceptuar se nga buron problemi. Problemi qëndron që gjatë zgjedhjeve të 11 maj ne duhet jemi të qartë me veten që ka pas një vjedhje masive. Po jo masive, po të pakontrolluar. Pushteti përdori jo vetëm të gjitha kartat, por lozi all in. Pra i lozi çdo gjë për të siguruar këtë pushtet. Por nga ana PD-s kishte një element tjetër e cila nuk mund të veçohet, por kjo i do i takojë në një moment dytë kur PD-ja të bëjë një analizë të brendshme. Pra do thotë, përveç vjedhjes, PD-ja nuk e ndërtoi strukturën në masën 100%, jo për mbrojtjen e votës, por për zgjedhjen e kandidatëve të cilët ishin kompetitiv, të cilët do ta zbusnin, po themi, këtë lloj masakre që është bërë, jo duke u përballur, por duke sjell atë frymën e ndryshimit. Dhe ne kemi rastin e kandidatit për deputet në qarkun e Durrësit, Aulon Kalan, i cili mikun, kolegun tonë, të cilin e përshëndesim, i cili theu çfarëdo lloj barriere në vendin më të inkriminuar të Shqipërisë, siç është Kruja dhe Fushkruja, po kryesisht Fushkruja, dhe e ktheu në një rezultat pozitiv. A nuk ishte Shqipëria, po themi, ose PD-ja 12 Aulon, ose Muslim Murizin, apo dhe shumë emra të tjerë të cilët vërtet kanë qenë kompetitiv gjatë procesit të fushatës, por që kanë rezultuar, në atë çfarë ata kanë marrë përsipër, kanë qenë të suksesshëm. Pra janë këto dy komponentë. Po mirë, këtë betejë të vazhdueshme, duke qenë se morëm si shembull kandidatin Aulon Kalaja. Pse vetë subjekti në të cilin aderon dhe punoi zoti Kalaja për kaq kohë, pse ky subjekt e rrëzon dhe e në përkëmb
në një farë mënyre, duke mos ju lënë asnjë lloj hapësire për të kërkuar qoftë të rinumërimin e votave, se zoti Kalaja e ka përmendur vazhdimisht që ka dyshime se mund të jenë vjedhur votat, mund të jenë vjedhur votat edhe nga brenda partisë. Ideja ka dy procese. Pra, problemi qëndron një herë ajo çfarë ka sjell një anomali dhe mos ndryshimin e qeveri ose vjedhja më e madhe që ka qenë përpara dhe gjatë procesit të votimit, ka qenë votat midis PD-s dhe PS-s, po themi, apo ato votat partijake. Ndërsa procesi i dytë që disa kandidat kanë kërkuar rinumërimin, i përket fillimisht edhe ndarjes PD-PS, ku Kalaja pikërisht këtë ka kërkuar, por kemi edhe Dogjanin i cili ka kërkuar numërim, po themi, brenda koalicionit, me dijenin time, se dhe mund të jemi gabuar për Dogjanin, për paktën për Kalajan e di që ka kërkuar këtë lloj gjëje. Zoti Ali Mehmeti ka kërkuar po të njëjtën gjë. Gjithashtu Ali Mehmeti ka kërkuar po të njëjtën gjë. Tani, këto gjëra do shikohen një herë në prizmin e asaj që quhet lufta midis dy kampeve, kur është ajo tjetërsimi i votës, apo elementet të cilët zoti Kalaja, se po e përmendim sërish zoti Kalajan me një akt që ka bërë, që është e çoi në SPAK çështjen e faljes së gjobave nga 2015 deri në 2025. Pra, ky është element i pastër e cila e inkriminon pothuajse gjithë procesin zgjedhor. Në elemente saj ka qenë edhe pikërisht treni bullgar, i cili po prapë është po aq inkriminues në këtë proces, dhe kemi dhe element tjera ku ne në këtë rast, në këto zgjedhje, patronazhimin që ne kemi përmendur shpesh herë në këtë studio, ka qenë një element shumë herë më pak i rëndësishëm nga çfarë ka bërë partia në pushtet në këto zgjedhje. Pra, domethënë, nëse ne do ta merrnim për nga rëndësia se si ka qenë tjetërsimi i votës, ose ndryshimi, ose mosvotimi i lirë i qytetarëve shqiptar, ke patronazhimi është i treti për nga rënditje, ndërkohë që në zgjedhjet më përparshme ka qenë i pari si element. Pra, imagjinohet se çfarë masakre është bërë në këtë proces. Ke elementet pasaj që i referohen. A mund ta themi se vinë se ti je nga ata persona të cilën të vërtetën e thua ashtu siç është në të vërtetë edhe troç. A u persekutuan kandidatët e Partisë Demokratike nga të vetët përpara se të persekutoheshin nga kundërshtarët? Atëre, unë gjykoj, dhe kjo ka qenë dhe ajo çfarë unë kam perceptuar pas primareve, është që u ndanë në dy kampe. Kampët që qëndruan në hijen e pemës dhe që shijonin ardhjen e mandatit, dhe kampi i cili ka punuar me të vërtetë. Pra do thotë që në PD, në të gjitha qarqet, ka pas njerëz që e kanë shijuar letargjinë e tyre sepse e dinin që ishin në listat sigurta, dhe të tjerët pastaj që punonin. Në rastin e qarkut, ka shumë raste, kemi rastin e qarkut të Fierit, për shembull, ku gara u laja hapur dhe unë di raste të paprovuara, po themi, por që ka pas aty element të Partisë Demokratike, të cilët kanë punuar kundra Partisë Demokratike, duke stimuluar dhe kandidat eksponent të caktuar X të Partisë Socialiste, të cilët i kanë derivuar votat, sepse ndihenin veten në lista të sigurta. Dhe kjo ka ndodhur edhe me rastin e... Pra kandidatët e Partisë Demokratike... Kam indicje që ka kandidatë të Partisë Demokratike, të cilët në qarkun e Fierit, duke qenë në listat sigurta, kanë ndihmuar eksponent Partisë Socialiste. Eksponent të Partisë Socialiste. Dhe kjo është e padrejtë. Kjo është thik pasqyrime për demokratët. Për çfarë kërkojmë ne? Pra, domethënë, se është kjo janë shumë elementë që kanë bërë. Shpërtej normalitetin. Po, është shpërtej normalitetit, sepse ne nuk shikoj. Lufta kryesore që ndodh sot në botë, sepse do prekim edhe aktualitetin kur i referohemi Europës, është në dy kampe, janë establishmenti kundër establishmentit.
Kemi në rastin e Rumanisë, të cilët u tjetërsua, nuk u morë vesh se çfarë u bë dhe edhe pse në raundin e parë që është shumë superior kandidati pro-Trump ose konservator le themi, humbi zgjedhjet duke u stimuluar që mund të kenë qenë rreth 10 milionë vota, të cilët kanë dalë kështu të pa orientuar, se s'dihesin nga kanë dalë të 10, po i takon atyre sepse nuk e di në detaj, po them parim ose çfarë përflitet. Në këtë luftë nuk e ndan dhe Shqipërinë. Avantazhi i Edi Ramës është kjo Europë e cila në të vërtetë nuk është e drejtë, nuk është standard Europa. Europa është pasojë e establishmentit. Standardet që kanë ndryshuar janë ato në Amerikë, të cilët konservatorizmi ka zënë në vend dhe të cilët po transmeton këtë rreze dhe në vendet e tjera të botës. Dhe kjo luftë ka për të zgjatur. Tani duke qenë se Europa do pikërisht të lloj establishmenti dhe establishmenti dihet se kush ka qenë. Një ndër ta është edhe George Sorosi, i cili Rama është shumë i afërt me këtë përbindësh të demokracisë. Dhe si rezultat, në një lloj mënyre e ka pas mbrojtjen e Europës, sepse aty Sorosi sot ndihet i fortë në Europë, jo në Amerikë. Dhe gjithë luftën dhe në geopolitikën, domethënë Sorosi po e vazhdojnë si luftën në Ukrainë dhe si luftën në Izrael. Pra, domethënë më saktë nuk po e tensionon, por po i hedh zjarr, po i hedh benzinë zjarrit. Prandaj them që dhe në Shqipëri, për të kthyer tani ke ky fshat ynë i madh, gjithmonë ka qenë kjo fryma konservatore, e cila ka rezultuar pozitive në mbledhjen e rezultatit përfundimtar dhe të cila ka qenë atachuar vetëm me PD-n, ke asnjë parti e re, dhe kemi pastaj elemente të PD-s të cilët duhen spastruar dhe elemente të PS-s të cilët bashkëpunojnë në sajt të këtyre, po themi kësaj luftës, kësaj kaq globale e cila transmetohet dhe evidentohet dhe në Shqipëri. Në konflikt, po themi në rastin, sepse me që e njoh mirë qarkun e Fierit, në rastin e qarkut të Fierit, u la për përfaqësi Divjaka, sepse donin të bënin pazare të brendshme. Dhe bën pazare të brendshme, dhe rezultoi që Divjaka ishte lënë zbuluar. Pra, to janë, le të themi, taktika të cilët e kanë dëmtuar PD-n. Por dëmtimi më i madh absolutisht vjen si pasojë e moslënies së qytetarëve shqiptar të zgjedhin të lirshëm dhe manipulimi pasaj që është bërë me procese të tipit treni bullgar dhe të tjera. Ndërkaq, opozita së fundmi ka ngritur alarmin për 130.000 vota, flet votimi të zhdukura në zgjedhjet e fundit. Si mund të kemi 130.000 flet votimi të humbura, kur ti në qendra e numërimit të votave ke patur komisionerët e tu? Unë do të bëj një pyetje tjetër, ose më saktë, për të dhënë një përgjigje kësaj, unë e shtroj me një pyetje. Sa është data sot? 4 qershor. Sa kanë që kanë mbaruar zgjedhjet? Kanë, po themi, 3 javë? Po. A ka dalë rezultati përfundimtar i KQZ-s, sa votues ka? Rezultati është akoma i orës 16 dhe orës 17 nuk është i updateuar. Pra në këtë farsë elektorale, elementi kryesor ka qenë institucioni... Mirë, po, KQZ ka qenë vazhdimisht në raportime dhe në informacione për të gjithë ne të cilët e kemi ndjekur këtë proces, pavarësisht ngecjeve që kanë ndodhur në sistem. Po, falë sekond, ti e bën një updatim çdo një orë, ty të kanë kaluar 3 javë dhe orën e fundit ti se si koordinojnë dot. Nuk di se çfarë kanë bërë. Sepse nuk di se çfarë ke bërë, ku ke vjedh ti dhe ku kanë vjedhur unë. Duhet të koordinosh të gjitha ajdutët që të dish se ku është rezultati që pastaj ta zbardhësh atë rezultat edhe që të, po themi, të humbësh disa gjurmë. Është problematik shumë e madhe. Ky kod zgjedhor është shkodi zgjedhor që ne e përsërisim sa herë, i cili është votuar nga të dyja palët me plot bindje dhe është hartuar nga të dyja palët. Dhe për këtë arsye, këtu nuk legjitimojmë ose nuk e heqim nga faji asnjë palë,
por fakti ka treguar që ky sistem ose ky kod zgjedhor normalisht që do sjellë këto lloj anomalish. Po. Dhe do t'jetë akoma edhe më i madh sepse jo vetëm në 2008-ën, por do mos harrojmë edhe ndryshimet që janë pasuar pas 2008-s. Heqja koalicioneve apo shumë elementë të tjerë, të cilët e kanë bërë thuajse të pamundur rotacionin. Unë jam dualist dhe sot e kësaj dite nëse betejë e doktor Berisë është nuk po them nëse është e drejtë apo jo, sepse kjo nuk ka diskutim. Fakti që ti je i vjedhur normalisht që ti do kërkosh të drejtën tënde. Nëse problemi qëndron nëse kam vjedhur edhe të tut në këtë mes, se të krijohet kaq shumë kakofoni dhe të trumbetohet kaq shumë edhe nga vetë kandidatët për deputet të Partisë Demokratike, të cilët kanë akuzuar kolegët e tyre apo eksponentë të tjerë të subjektit politik ku ata aderonin për vjedhje, atëherë ka diçka që nuk shkon se të rim shtrëm dhe të flasim drejt. Tani unë po të them këtë gjë, që absolutisht që ka element të cilët brenda thesit të tyre kanë bërë këto lloj paçavuresh në mënyrë absolute dhe këto do dalin. Dhe secili me çfarë të tyre do t'i dalim sërish popullit. Dëgjoj, vepra penale, se politika nuk ka fituar. Vepra penale kur bëhet në mënyrë individuale dhe jo si grup i strukturuar, normalisht përgjegjësinë e ka personi individi që e bën këtë gjë. Në rast se ne flasim për një organizim që po supozojmë që kjo ka ndodhur, sepse një listë emërore po themi përbëhet në Tiranë, përbëhet nga 37, po themi rreth 50 veta. Dakor? Nuk besoj se të 50 vetët kanë pas tendencën për të vjedhur njëri tjetrin. Kjo i jep sens asaj gjës. Në rastin e konfliktit e vjedhjes për DPS, po themi, ka qenë gjithë struktura e partisë në shërbim të vjedhjes të votave, apo të trenit bullgar, apo të parëndësisë se kujt i përkeste, po thjesht e fusin ke vetëm. Ndërsa këtu unë nuk përjashtoj individ. Pra, këtu janë individ që kanë bërë këtë, dhe ata individ të marrin përgjegjësi penale për veprat që kanë shtyrë të tjerët, sepse do dalin ke numërusit apo tek ke numërusit, pastaj do t'i bjerë vepra penale, por numërusit do nxjerrin dhe kush i ka orientuar. Sevin, pse i gjithë problemi qëndron te mos koherenca? Sepse nëse themi flasim për problematikat, patjetër që ka patur problematika ashtu si në të gjitha vendet ku zhvillohen procese zgjedhore. Tani është për të diskutuar ka patur më shumë apo ka patur më pak, kanë vjedhur më shumë apo kanë vjedhur më pak, por problemi dhe ajo që më shqetëson është mos koherenca, sepse në momentin kur ti si kryetar i një subjekti politik ke kontestimet e tua dhe thekson vazhdimisht që me kryeministrin apo partinë në pushtet nuk ka zgjedhje, apo ka vjedhje e të tjera retorika të përdorura gjatë gjithë këtyre viteve që tashmë i kemi mësuar përmendësh dhe thua ne nuk njohim rezultatin dhe të gjithë procesin zgjedhor pasi ka qenë një farsë, dhe në pas një tjetër komunikim thua që në shtator opozita do të bëjë denoncimet në parlament. Ka një element që duhet ta qartësojmë dhe publikun për këtë rast. Kontestime, shikoj, të shputemi këtu për të marrë disa shembuj të tjerë, të cilët janë jashtë realitetit ton, për të thënë se çfarë ndodh ose si është praktika, dhe pastaj për të analizuar rrethanat konkrete në Shqipëri. E njëjta gjë ka ndodhur edhe në 2020-ën në Amerikë, ku në jetë apo të vdekur kishin votuar për Bidenin dhe ishin jo më pak, po ishin rreth 10 milion vota, të cilët presupozoheshin që të vinin nga këto rrethana. Por ama, pavarësisht se Trumpi pati një reagim të ashpër, në fundit pranoi faktin. Problemi për çfarë nuk kuptoj me këtë? Që ti nuk mund t'i dalësh dot kundra këtij fakti, pavarësisht se është vjedhur apo nuk është vjedhur. Kështu që PD-ja normalisht do ketë këtë lloj qëndrimi.
Por ama nga ana tjetër, nuk mund ta legjitimoj. Nuk mund të dalësh dot kundra faktit që humbe. Nuk mund ta dalësh i vjedhur apo i pa vjedhur, është rregull i pashkruar që ti do t'i nënshtrohesh këtij lloj rezultati. Fitoi 83 mandate mos e vi. Edhe një herë, do t'i nënshtrohesh këtij lloj rezultati. Nuk janë Po në momentin kur e di që do t'i nënshtrohesh, pse vijon dhe vijon me Putin? Kjo është një anë. Ana tjetër është që ti nuk mund ta legjitimosh këtë vjedhje. Pra, PD-ja në retorikën e saj politike ka këto dy elementë. Pra, elementët të cilët është një rregull i pashkruar, por që kështu funksionon, jo vetëm në demokracinë shqiptare, që është jo hiperebrisht, po është fal për fjalën, por është të përdhunuar shumë keq këto kohët e fundit. Por kemi, ama nuk mund ta legjitimosh ti si rast, që të thuash po më vodhën mua, po hajt mo tashti. Sepse kjo të përsëritet. Pra në thelb, PD-ja po bën një luftë dy frontale. Të shikoj se sa do heci për mos ta njohur këto rezultat dhe për t'i dhënë një zgjidhje që të ulen të dyja palët, ta rishikojnë, po themi edhe një herë sistemin nga fillimi, të shikojnë ato hapësirat ku rrjedh kjo vark, për ta realizuar një proces elektoral zgjedhor siç duhet të jetë standardi. Dhe elementi tjetër është që ti nuk mund ta përligjesh, nuk mundet, prandaj janë këto dy qëndrimet. Dhe dy qëndrimet, pavarësisht se duken sikur janë në një konflikt me njëri tjetrin, nuk janë në konflikt sepse janë dy elemente të ndryshëm në analizë. Dhe po ta vësh re, elementi pozitiv është që PPE-ja, por së fundmi, po edhe Bashkimi Evropian po e shikon këtë problem në Shqipëri. Them se nuk e di sa do jetë rezultati këtyre, nuk kam besim ke Europa, nuk është çështje se nuk kam besim ke faktet që ekzistojnë, por nuk kam besim ke Europa. Unë jam një euroskeptik. Tani kur flasim për Europë, nuk flasim për një apo dy individ, dhe këtë e kemi të gjithë të qartë, por numri i atyre të cilët në një farë mënyre e kanë njohur të gjithë procesin dhe e kanë uruar edhe Partinë Socialiste dhe kryetarin e saj, kryeministrin Rama, edhe kjo është një fakt që nuk është bën dot askush. Thelbi qëndron sa ti do ta bësh, sa PD-ja do arrijë që ta bëj problem të brendshëm të demokracisë që së Bashkimit Evropian, pra të standardeve. Me çfarë do ta bëj Partia Demokratike? Shikoje, janë shumë elementë, nuk do të janë shumë elementë të cilët mund të bësh. Problemi kryesor është a është kjo standardi që do pranojë Europa? A është ky standard që pranon Europa? Mos harrojmë se kemi çfarë këndvështrimi apo çfarë analize i jep? Nëse ti ja jep Europës, do i thuar e pranon këtë gjë, Europa do thotë, po tha po Europa, atëherë ka një problem me veten në perceptimin e asaj që ajo i quan standarde të brendshme. Ma kupton logjikën? Dhe ky hyn automatikisht në problem për të vendosur Europën të mbajë një qendrim. Por unë nuk kam besim sepse nuk është Europa në atë drejtim që duhet të jetë dhe në sajt të rrethanave që ka ndryshuar në Europë, në botë. Dhe duke qenë se Europa vetë për vendet e veta ka ruajtur një dy standardesh, kjo e bën të dyshimt, le themi, çfarë i themi raportit Komisionit Punëve të Jashtme të Bashkimit Evropian, apo qoftë edhe raportuesit austriak Andreas Scheider, që Shqipëria e ka përshpejtuar punën e saj drejt integrimit në Bashkimin Evropian dhe vijon me ritme shumë të mira se e takon realizimit të reformave. A është ky një fakt që Europa duhet ta pranoj akoma dhe më shumë qeverisjen e Partisë Socialiste në Shqipëri? A i them atit zotnis të lëshoj pasaportën e vet austriake, të marrë atë pasaportën shqiptare, të heqi të drejtat e veta se çfarë i zotron si funksionar në Bashkimin Evropian, edhe të vit jetoj me 500 euro rrogë, siç jetojnë shtresa e mesme në Shqipëri, edhe të përballoj qiran 450 euro, edhe të pranoj këtë lloj demokracie. Edhe ky është një fakt i pashbëshur. Jam dakord.
Edhe ky është një fakt i pashtyshëm. Domethënë, nëse ky zotëni raporti është shumë e thjeshtë të flas, domethënë në kuptimin e fjalës që sa të drejta janë ato që thuhen. Pra, domethënë a qëndrojnë në të vërtet? Po më zotëni, nëse ti ke këtë lloj pritshmërie dhe je kaq entuziast, hajde më jeton në Shqipëri, s'ka asnjë gjë të keqe, e kupton? Edhe avantazhin ka që ka diell 300 ditë. Për post të tjerave. Por meqense, pra, domethënë, kjo është ajo që ne ngrejmë sot pikpyetje. A do të pranoj Europa një standard ndryshe dhe në rastin e Shqipërisë, apo do pranoj standardet e demokracisë që ajo proklamon? Në të vërtetë, kjo është ajo, po themi, konflikti që Europa do të ndihet e detyruar të mbajë një krah. Mira apo keq do detyrohet të flasë. Dhe kjo është në saj, dhe kjo është, po themi, lufta që PD-ja bën, unë e përgëzoj për këtë gjë, por duhet kuptojmë, edhe për t'i dhënë një përmbyllje kur i referohemi ke tjetërsimit të votës së brendshme, 10 individ të cilët kanë bashkëpunuar për të t'i marrë si vllau votën dhe jo të luftojnë për t'i marrë kundërshtarit ose kampit kundërshtar votën, ata të marrin përgjegjësi si penale, si edhe politike, të hapin krahun, por problemi më i madh është kjo që çfarë ne kemi ke demokracia. Dhe ke çfarë kemi ne ke demokracia? A ka mbetur demokraci? Shikoje, termi demokraci, edhe po ta ndash, domethënë, në demos dhe në kracia, këtu vetëm populli nuk voton. Pse? Po kush voton? Po nuk voton populli, sepse të quash demokracinë siç është standardi, do të thotë që ti shumica të vendosi. Nuk është shumica as 600.000 vota, as 700.000 vota. Shumica është tjetër në Shqipëri. Është ajo që kalon 1.4. Ne kemi 42% votimeve, votues, 1.400.000, që do të thotë të aftë për të votuar janë 2.8, ose dhe më shumë, rreth 3, po t'i referohemi këtyre shifrave, dhe nga 3 milion, ty ka votuar 1/3, si bie? Me 700.000 vota i bie 1/3, dhe je në këtë, jo, dhe më pak, dhe je në këtë, nuk është kjo demokracia. Pra, fakti që ti qeverisesh nga një pakicë, ose me aprovimin e një pakice, bie poshtë konceptit demokracisë. Dhe kjo pastaj është, le të kalojmë ke ajo që unë kam shumë vite që e them, që një element që do fshi, po themi, ose do zbusi, ose do t'i japi frymëmarrjen shqiptarëve, në çfarë do të rrethane, pra sa do të vidhen, sa do të tjetërsohen, sa do kështu, është votimi 100% i shqiptarëve. Në qoftë se kush ka zotron pasaportë shqiptare, është i detyruar me ligj që në të kundërt dënohet me gjop për të votuar. Kjo nuk është zgjidhja, po them i jep mundësi që të ketë rotacione, të ketë përmirësime të procesit demokratik, flasim vetëm për, domethënë, si mund të jetë një automat që ta ndryshojë këtë, se ka shumë elementë tjerë që duhen ndryshuar ke reforma në zgjedhore, po them, kupton. Shiko, Sevin, ka një problem që sa herë ne ndodhemi dhe i kalojmë proceset zgjedhore në vendin tonë, përsërisim dhe themi po të njëjtat gjëra sa i takon mënyrës, problematikave, abuzimeve, vjedhjes, shitjes, votës. Dhe nuk e tjetërsojnë vetëm. Po, dhe në të njëjtën kohë flasim gjithmonë edhe për faktorin ndërkombëtar, misionet vëzhguese të cilat kanë qenë patjetër prezente, misioni OSBE-ODIHR ka qenë prezent në Shqipëri mbase nuk ka mbuluar të gjitha qarqet e vendit, por ka mbuluar qarqet kryesore aty ose aty ku është theksuar për më shumë problematika. Ndërkaq, zoti Berisha ka qenë në takime në Bruksel, ku është takuar me eurodeputetët, tek të cilët ka denoncuar patjetër zgjedhjet parlamentare të 11 majit si një farsë elektorale, sipas retorikës dhe këndvështrimit të tij, dhe
ka patur një interes për një mision fakt mbledhës në Shqipëri, por edhe nëse ndodh, çfarë do të ndryshoj ky mision fakt mbledhës se ai takon gjitha problematikave të hasura gjatë procesit zgjedhor, ndërkaq që ti ke patur misione të ndërkombëtarëve për të vëzhguar këtë proces zgjedhor në Shqipëri. Po, dëgjoj, proceset e monitorimit që zakonisht bëjnë këto organizata ndërkombëtare, proceset zgjedhore, janë procese të cilat shikojnë nëse proceduralisht funksionojnë. Pra nuk është për të inspektuar apo për të bërë rolin as të policisë as të prokurorisë. Duhet kemi parasysh një element të cilët neve përballemi gjithmonë, që është elementi i krimit elektoral. Po sërish në këtë studio dhe ditën e zgjedhjeve, nëse të kujtohet, kam përmendur që krimi elektoral është një krim i cili është shumë i vështirë të kapet pasi është bërë akti. Pra, krimi elektoral ose parandalohet ose kapet në flagrancë. Më pas është thuajse shumë i vështirë të evidentohet. Dhe fakti që ky krim, edhe për sa i vështirësive që ka, është evidentuar, atëherë do të thotë që masakra ka qenë shumë e madhe. Organizata ndërkombëtare të cilat kanë ardhur për të vëzhguar Shqipërinë, tash edhe një herë merren kryesisht me procedurën ose me atë çfarë quhet ajo sipërfaqen e procesive të votimit. Pastaj mbledhja e fakteve që ato bëjnë në raportin paraprak, në raportin përfundimtar e gjitha, janë këto elementët që shtohen ku evidentohet raste të shkeljeve apo kur partitë politike i adresojnë problematiket ose faktet e mbledhura gjatë procesit apo pas procesit ose gjatë numërimit në tërësi. Dhe këto janë të detyruar që t'i pasqyrojnë. Thelbi qëndron që është një element i cili, siç e përmenda më përpara, nuk është i shkruar, një dakordsi që nuk është i shkruar, që në çfarëdo rrethane, vetëm kemi ne në rastin e Amerikën Latine ku populli u ngrit sepse e ndjeu që farsa elektorale ishte shumë e madhe, dhe kemi rastin e Madurës, mos gaboj. Pra, këto janë elementet të cilët krijojnë këtë lloj, le të themi, mosnjohjen e zgjedhjeve dhe detyron po themi partinë fituese të rikthehet në kushtet për t'i ribërë zgjedhjet. Në Europë, e cila shumë herë vaket, thashun përmenda rastin e Rumanisë, e cila zëvendës presidenti amerikan i dha një theks shumë të madh në takimin në Munich, nëse ju kujtohet. Dhe prap nuk pati një reflektim nga Europa. Unë ndjek shpesh herë ku i referohen politikës mediave franceze dhe mediat britanike dhe kishin një element, pra duke i referuar kandidatet e atemonin si kandidat i cili shkonte në afërsi me Hitlerin, flasin në rastin e Rumanisë, dhe kjo është një propagandë e cila shprehet shpesh herë për cilin do që është konservator. Pra gjithmonë i atashohet ekstremi djathtë, nuk është ekstremi djathtë konservatorizmi apo ekonomia sovraniste. Ekstremi djathtë është një majtë nacionale, ndërsa ekstremi majtë është një majtë internacionale. Ma kupton? Pra nuk ka në element e së djathës që janë realisht, po në ato që këta e parashtrojnë si të djathë ekstremiste. Ka patur një debat shumë të madh, ka patur interpretime, ka patur keq interpretime, dezinformime, marrje dhe titërsim të deklaratave të ndryshme të bëra nga vende ndërkombëtarët dhe rasti konkret është rasti i reagimit të ambasadës amerikane në Tiranë që uroi popullin shqiptar për procesin elektoral, për procesin zgjedhor dhe shprehu mirënjohje për bashkëpunimin dhe vijimin e bashkëpunimit edhe gjatë viteve në vijim. Si e ke marrë ti reagimin e ambasadës amerikane, sepse deri në ato momente kur reagoi ambasada,
Kishte spekulime. Kishte spekulime dhe pafund. mbase mund të kishte një fije shprese për palën humbëse. Ka dy element që i atashohen këtij lloj fenomeni ose më saktë deklaratës së Shtetit Bashkuar të Amerikës. Elementi i parë është mungesa e një ambasadori ose ambasadore konkrete në Shqipëri. Dhe qëndrimi individual nuk do të thotë se, domethënë qëndrimi me emër dhe mbi emër është shumë herë më i qartë dhe më i kuptueshëm se sa qëndrimi që ti do të thuash një fjalë edhe mundohesh që të jesh i ekuilibruar për mos përkrahur, po themi, Edi Ramën, por siç thash edhe më përpara, është ai rregull i pashkruar që ti nuk mundet dot ta anashkalosh pavarësisht nëse është vjedhur apo jo krau opozitar ose ka qenë proces i rregullt apo jo. Pra, domethënë ka qenë një zgjidhje midis dy elementeve, sepse po të ishin zgjedhje të lira dhe të ndershme, siç kryeministri Rama shpreh i kënaqur me këto zgjedhje, deklarata do ishte që i urojmë suksese partisë që fitoi, Edi Rama e gjitha dhe ishte shumë i qartë. Kjo ishte ajo element i cili ishte në këto lloj rrethana, sepse thashë mungon dhe ambasadori, por edhe duhet ishte një nevojë, një shprehje. Ne kemi nevojshme ato lloj shprehje. Se po su shpreh Amerika, ne nuk na zë gjuminatën, por edhe u kërkua, po themi, u rrit presioni për të pasur deklarate dhe ajo deklarata ishte thash diçka për mos thënë asgjë. E qartë. Sevin, patjetër që ne do të kemi të tjera hapësira së bashku për të diskutuar, se kam përshtypjen do të kemi zhvillime të mëtejshme sa i takon çështjeve të aktualitetit politik në vendin ton. Të falenderoj shumë për analizën e deritanishme dhe shpresojmë që të bëhet më e mira për popullin shqiptar. Ky është, le të themi, ajo shpresa, por populli shqiptar duhet të ishte shumë herë i vëmendshëm të ditë të votonte dhe të kuptonte rrezikun, dhe votimi masiv do ishte, po themi, një shpëtim për demokracinë edhe një tërheqje veshji për të dyja kampet. Si për kampin opozitar, por edhe për kampin në pushtet. Faleminderit. Faleminderit. Ne shkëputemi në publicitet.